Sipas të vënave të Eurostat, Shqipëria kishte 328 automjete për 1.000 banor në vitin 2024, nga 232 në vitin 2022. Popullsia zbriti në 2.36 milion banor pas censusit të vitit 2023, me rreth 400.000 banor më pak. Në fund të vitit 2025, numri i autoveturave arriti në 847.000, duke e quar treguesin në 358 mjete për 1.000 banor. Mesatarja e Bashkimit Evropian në vitin 2024 ishte 578 automjete për 1.000 banor. Normat më të larta u regjistruan në Itali, 701 mjete për 1.000 banor, Luksemburg me 670, Finlanda me 666 dhe Qipro me 661 mjete për 1.000 banor. Normat më të ulta u regjistruan në Letoni me 424 mjete për 1.000 banor, Rumania me 444 dhe Hungaria me 447 mjete për 1.000 banor. Në rajon, Shqipëria renditet mbi Bosnjën-Hercegovinën me 321 mjete për 1.000 banor, Maqedoninë e Veriut me 318 dhe Kosova me 232 mjete për 1.000 banor, Malin e Zi me 417 dhe Serbia me 377 mjete për 1.000 banor. Në vitin 2024, u regjistruan 85.700 mjete pasagjerësh për herë të parë në Shqipëri, nga të cilat 66.2% me naftë, rreth 56.000 mjete, 17.6% me benzinë dhe 12.9% me energji alternative. Makinat elektrike përbënin 3.3%. Në Bashkimin Evropian, 14.9% e mjeteve të regjistruara ishin me naftë, 58.6% me benzinë, 11.9% elektrike dhe 14.6% me energji alternative.